Shkodra mirëpriti në skenën e teatrit Miqeni shfaqe 24 orë nga jeta e një votuesi, një satirë politike në formën e kabares që sjell realitetin shqiptar përmes humorit, muzikës dhe ironisë. Çfarë do të thotë tamam pushteti popullit unë? Në regjinë e Driada Dervishit, shfaqja frymëzohet nga krijimtaria e Naun Shundit dhe Teodor Kekos. Regjizorja ka zgjedhur kabaren, një gjinim me traditë të gjatë ndërkombëtare, por pak e eksploruar në Shqipëri, ku publiku ftohet të reflektojë dhe jo thjesht të argëtohet. Patjetër, me 500 që në ndorë, edhe Gjermania në e ka zili. Edhe doktori i ri me 500 që më? Po pse çka doktori? Që u po them është i ri, ai tani po e fillon jetën. Një element kyç i shfaqjes është poema satirike e Teodor Kekos e shkruar në vitin 1996, e cila shndërrohet në refrenin qendror të kabares. Shpresoj shumë që impakti që i pati në Shkodër është unanimisht tonë do ta lëvizin gjithë Shqipërinë, pra kjo do thotë që njerëzve i ka motivuar për të menduar tani se si mendojnë edhe mesazhin e zgjedh vetë publiku se çfarë duhet marri. Për sa i përket fabulës, unë mendoj që këtu ka shumë nga të gjithë vitet tona, ka shumë nga historia e vendit tonë dhe besoj që teatri është mediumi më i bukur nëse nuk flet për problemet e të përditshmes, për problemet e shoqërisë. Në rolin protagonist vjen Arben Derhemi, i cili interpreton një burr në moshë të mesme që prej 35 vitesh heziton të votojë duke ngritur pikpyetje të forta mbi përgjegjësinë qytetare dhe raportin e individit me demokracinë. Për krah tij, Zamira Kita miqëron personazhin e revolucionares në rolin e nënës së protagonistit, një karakter simbolik që përfaqëson idealizmin dhe zhgënjimin e brezave. Është një shfaqje e menduar që në fillim në këtë mënyrë. Na vjen mirë që u prit mirë nga publiku dhe publiku reagoi për ato probleme që ne kemi ngritur dhe për ato probleme që janë ngritur në përgjithësi për gjithë këtë demokracinë fatlume tonën, që qeshim se nuk qajmë tot. Thirrja që ne bëjmë apeli për të votuar, për të ndërgjegjësuar gjithë popullatën për të votuar, por jo vetëm kaq, edhe se sa tronditse është qetësuese ka qenë politika në gjithë këto vite, por megjithatë ajo që mbizotëron në komedi është humori. Gjithçka vjen me nota satire, ironie, humori mirëfillt. Aktorët janë në karaktere shumë të bukura, për mua është fat që kam luajtur kësaj here me Arben Derhemin. 24 orë nga jeta e një votuesi vjen si pasqyrë mprehtë të një realiteti politik dhe shoqëror shqiptar, duke përdorur satirën si armë artistike për të provokuar debat dhe reflektim mbi rolin e qytetarit në demokraci.